Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK, ka goditur një grup të strukturuar kriminal të dyshuar për trafik heroine nga Shqipëria drejt Danimarkës përmes Suedisë. Sipas SPAK, grupi kriminal dyshohet se ka zhvilluar aktivitetin e trafikimit dhe shpërndarjes së heroinës në territorin e Mbretërisë së Danimarkës, ndërsa lënda narkotike përzihej me paracetamol dhe kafein për t'u shitur në tregun danez me fitime më të larta. Pas hetimeve të kryera në bashkëpunim me autoritetet daneze dhe Byron Kombëtare të Hetimit, Byroja Kombëtare e Hetimit, gjykata e posaçme e shkallës së parë ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për Marcel Licaj, ndërsa për Ermal Licajn janë vendosur masat detyrim paraqitje në policinë gjyqësore dhe ndalimi daljes jashtë shtetit. Sipas njoftimit zyrtar, vendimet janë ekzekutuar më 14 maj 2026 nga policia e shtetit. Autoritetet daneze kishin regjistruar që në gusht 2023 procedimin penal të koduar Operacioni Bakus, ku në hetim ishin disa shtetas shqiptar dhe të huaj të dyshuar si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Nga hetimet, ka rezultuar se aktiviteti kriminal është zhvilluar nga 1 tetori 2023 deri më 23 janar 2024 në 7 episode të ndryshme, gjatë të cilëve antarët e grupit kanë importuar heroin në Danimark përmes territorit të Suedisë. SPAK bën me dije se nga hetimet paralele të zhvilluara në Shqipëri dhe Danimark janë identifikuar dhe proceduar në Danimark 3 persona, mes tyre 2 shtetas shqiptar dhe 1 i huaj, ndërsa në Shqipëri janë identifikuar 2 shtetas të tjerë shqiptar të përfshirë në aktivitetin kriminal. Prokuroria e Posaçme thekson se hetimet vijojnë për identifikimin dhe dokumentimin e përfshirjes së personave të tjerë që dyshohet se kanë marrë pjesë në këtë rrjet të trafikut ndërkombëtar të narkotikëve.